Një skandal spionazhi ka tronditur ushtrin greke pak ditë më parë ku një kolonel i forcës ajrore u arrestua pasi shiste kinës të dhona sensitive të NATO-s. Oficeri rrezikon burgimin e përjetshëm, ndërsa mësohet se kishte një përvojë të gjerë në sistemet elektronike sekrete. Ai u zbulua pas informacioneve që mbërritën nga CIA, ndërsa gjakmarrjes në pyetje ai u thye pas dëshmive kontradiktore që dha. Sipas Star në tetor, CIA i dërgoi një sinjal shërbimit grek të sigurisë, sipas të cilit një oficer ushtarak në Greqi dyshohet se i kishte dërguar Kinës informacione të klasifikuara të NATO-s. EIP njoftoi menjëherë kundër zbulimin, ku dhe më pas nisi hetimi i koduar Gaforia. Gjatë hetimit, u zbulua se koloneli po përdorte 2 telefona celular, njëri ishte sekret dhe sipas informacioneve ishte dhënë nga kinezët. Oficerët arritën të zbulunin sinjalin e koduar që po dërgohej në Kinë, ndërsa dyshohet se ai kishte fotografuar dokumente konfidenciale nëpërmjet një programi të posaçëm.